Ka ndonjë mundësi me u ul në të ardhmen gjitha këto norma, me ndru situata në vendin tonë, apo do të shkojnë veç në rritje? Unë jam shumë optimist se do të ulin normat e interesit, por banka qendrore duhet të ketë kujdes në rregulloret e cilat i ka parasysh. Po kurse ne ka stabilitetin financiar, nuk ka nevojë me marrë vendime të tilla të cilat se banka në rand parë, po banka qendrore me legje ka stabilitetin financiar. I pajtona plotësisht. Një sektor financiar stabil e ki kur banka praktiki stabil. Dhe bankat kanë qenë stabile dhe në vazhdimsi deklarohet edhe banka qendrore me drejt edhe në kaluar në tash kemi një sektor bankar të shnosh. Prandaj nuk ka arsye për të marrë vendime të tilla të cilat ndikojnë negativisht në ekonomi. Se mbi të gjitha përpos stabilitetit financiar, kërkesa ime në raport me sektorin bankar ka qenë në vazhdimsi për 10 vite sa kam qenë aty, që bankat duhet të jenë në përkrahje të biznesit, në përkrahje të zhvillimit ekonomik të vendit dhe duhet ruhet kjo frym. Pra, të ruhet stabiliteti financiar dhe bankat jenë funksion të zhvillimit ekonomik të vendit.